Horoskopit për shigjetarin, korrik 2025, një muaj transformues, nga brenda drejt jashtë, muaj nis me ndjeshmëri të lartë për ty, shigjetar. Sezoni i gafores të zhyt në ujërat e brishtat të shpirtit, atje ku fshihen frikërat, pasigurit dhe plagët që zakonisht janë anashkalon me një buzëqeshje ose një aventurë të re. Këtë herë, nuk ka më ikje, po përballesh me veten. Dhe kjo është gjëja më trimëruese që mund të bësh, e ndjen se ka ardhur koha për të shëruar, jo si përfaqësisht, por në thellësi. Në vend që të largohesh, po ulesh me emocionet e tua, duke i parë drejt në sy. Dhe kjo po të fuqizon, në anën praktike, ke fokus të financat. Disa nga prioritetet e tua janë, shlyerja e borxheve, riorganizimi i buxhetit dhe vendosja e një themeli më të qëndrueshëm ekonomik. Kjo është një periudhë e vlefshme për të kuptuar se mirëqenia nuk është vetëm shpirtërore, por edhe praktike. Më 4 korrik, Venusi hyn në binjak dhe zemra jote çelet. Kur Venusi kalon në shenjën e binjakëve, diçka zbutet brenda teje. Fillon të vlerësosh më shumë njerëzit e zemrës, miqtë e ngushtë, partnerin, familjen shpirtërore. Marrëdhëniet që të kuptojnë pa fjalë, që të pranojnë ashtu si je, bëhen burimi yt i gëzimit dhe stabilitetit. Në dashuri, kjo është një periudhë e artë për lidhjet, çiftet mund të hedhin një hap më tej bashkëjetesë. Fejes apo thjesht një sinqeritet më i thellë. Për ata që janë beqar, është koha për të dalë në dritë dhe për të dhënë një shans të ri zemrës. Takimet e papritura, bisedat që zgjasin me orë dhe ndjesia e më në fund po më kupton dikush janë të mundshme, po ashtu, mund të nisësh një projekt bashkëpunues me dikë që të frymëzon, qoftë në fushën profesionale apo krijuese. Kjo lidhje do të jetë ndërtuar mbi besim, komunikim dhe respekt të ndërsjellë. Më 7 korrik, Urani hyn në binjak, dashuria merr një kthes të papritur, përgatitu për të papriturat, shigjetar. Kur Urani, planeti i befasive dhe çlirimit, kalon në shenjën e binjakëve, marrëdhëniet e tua nuk do të jenë më të njëjtat. Ky tranzit afatgjat do të nxjerrë nga zona e rehatisë, veçanërisht në dashuri dhe lidhjet e ngushta. Mund të tërheqë dikush që nuk është as pak tipi yt i zakonshëm, ndoshta dikush me të cilin ndan ide, por jo domosdoshmërisht stil jete. Kjo mund të jetë shumë ndriçuese, por edhe sfiduese. Lidhjet që kanë qenë të lodhura ose të bazuara mbi rutina të vjetra, mund të marrin fund papritur. Në të njëjtën kohë, një njohje e re mund të shfaqet në mënyrë spontane dhe të ndesë një pasion që nuk e prisje. Nëse ke qenë single për një kohë të gjatë, ky status mund të ndryshojë menjëherë. Nëse je në çift, mund të ndjesh një nevojë të fortë për më shumë liri dhe pavarësi. Hëna e plot në Bricjap, 10 korrik, transformim financiar dhe emocional. Kjo hënë e plot sjell një kthes të madhe në fushën financiare. Mund të marrësh një pozitë të re pune, më të qëndrueshme, ose të vendosësh të kalosh në jetë të pavarur si freelancer. Po ashtu, një blerje e rëndësishme ose shlyerja e një borxhi të madh mund të sjellë ndjenjen e lehtësimit dhe çlirimit. Por kjo hënë nuk sjell vetëm ndryshime materiale. Brenda vetes, po përballesh me disa emocione të forta, shgënjime, mërzitje të vjetra, përballje me veten. Mund të jetë e dhimbshme, por edhe përjetësisht çliruese. Si një pastrim i brendshëm që të lejon të ecësh përpara më i lehtë. Dielli kalon në Luan, 22 korrik, inspirim dhe aventurë në horizont. Kur dielli kalon në Luan, një val drite dhe entuziazmi hyn në jetën tënde. Mund të marrësh një lajm të papritur që ndes një dritë shprese brenda teje, qoftë një mundësi për udhëtim, një ftesë që të emocionon, apo thjesht një ide që ndriçon rrugën tënde përpara. Në këtë fazë, je kureshtar dhe aventurier. Ndoshta dëshiron të regjistrohesh në një kurs online, të studiosh diçka të re, apo të nisësh një projekt që të frymëzon thellësisht. Dia, për ty, është një burim gëzimi dhe fuqizimi, dhe tani po zgjeron horizontet me etje për të kuptuar më shumë. Hëna e re në Luan, 24 korrik, koha për të ngritur zërin. Kjo hënë e re të jep kuraj për të folur hapur dhe për të shprehur emocionet që deri tani i ke mbajtur të fshehta. Mund të flasësh për ndjenja të vjetra, për ëndra të ndaluara, apo për mendime që nuk ke guxuar t'i thuash me zë të lartë. Kjo është një kohë fuqizuese dhe shëruese.
Ndoshta për herë të parë ndihesh i aftë të thuash, ja kush jam dhe ja çfarë dua. Nuk ka më fshehje. Në vend të saj, po fillon një kapitull i ri i ndërtuar mbi besimin, guximin dhe sinqeritetin. Biseda të reja dhe të rëndësishme fillojnë tani, dhe ti je i emocionuar për atë që do të vijë. Venusi hyn në gafore, 30 korrik, afërsi, ndjeshmëri dhe stabilitet. Muaji mbyllet me një valë ndjeshmërie dhe afrimiteti. Kur Venusi, planeti i dashurisë dhe lidhjeve, hyn në gafore, zemra jote zbutet dhe hapet një tjetër nivel intimiteti. Mund të ndash me dik frikrat e tua, dëshirat më të fshehta apo ndjenja që kanë nevojë për një vend të sigurt për të shprehur. Ky veprim i sinqert të sjell afrim me partnerin, me miqt më të ngushtë dhe mbi të gjitha, me veten tënde. Është gjithashtu një kujtesë që nuk ke pse të përballosh gjithçka vetëm. Tani më shumë se kur, universi të fton të kërkosh mbështetje dhe të pranosh dashurinë që të ofrohet. Në planin praktik, kjo periudhë mund të sjellë edhe një rritje të qëndruar. Ky është një muaj transformues dhe ndriçues për ty, nga thellimi emocional të liria në dashuri, nga ndryshimet financiare të fuqizimi shpirtëror, ti po ecën drejt një versioni më të vërtetë të vetes. Mos haro, çdo bisedë, çdo ndjenjë e shprehur dhe çdo hap i ndërgjegjshëm që bën, po të afron më shumë me jetën që dëshiron të ndërtosh.